Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi në Radio Televizionin e Kosovës. Një dokumentar I televizionit të Prishtinës me autore Zana Kada na sjell Skënderajin e vitit 1978. Po në këtë rast aktivitetet e femrës në këtë komunë. Gra dhe vajza flasin nga perspektiva e tyre, duke filluar nga një nën që kishte 7 fëmijë. Po ashtu do të shohim njërin nga mësuesit e para të Skënderajit, që rrëfen për përvojat e saja, si dhe disa punonjëse të fabrikës së municionit në Skënderaj. Pjesë e këtij dokumentari postjerash është edhe Sala Ahmeti, në cilësinë arsimtarës, e cila më vonë u bë edhe deputete e Kuvendit të Kosovës dhe profesoresh në Universitetin e Prishtinës. Një ish udhëheqëse e rinisë së Skënderajit numëron të aktivitetet rinore të kësaj komune. Pjesë e këtij materiali arkivor janë edhe disa nxënëse të konviktit të shkollës së mesme. Të shtojmë se Skënderaj në vitin 1978 kishte fabrikën e tjegullave dhe tullave, fabrikën e municionit, si dhe pritej të hapej fabrika e lodrave, që synonte të punësonte rreth 40 femra. Po ashtu Skënderaj numëronte diku 42.000 banor në atë kohë dhe gati gjysma atyre ishin të gjinisë femrore. Për të folur më tepër për Skënderaj në atë kohë të vitit 1978, në studio kam ftuar dy mysafirë të cilat do t'i prezantoj pa humbur kohë. Natyrisht kam nderin ta kem në studio Sala Ahmetin, profesoresh tashmë në Universitetin e Prishtinës. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Gjithashtu je edhe protagoniste në këtë dokumentar. Sigurisht je kurrështar të dish se si je dukur. Po kush e ka bërë këtë, natyrisht pa gazetar nuk do të mund të bëj realitet ky dokumentar. Zana Kada është një nga autorët e këtij dokumentari. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, faleminderit. Atëherë, pa humbur kohë do të shohim materialin sepse do të na jap shkas për të biseduar për atë kohë, pra 40 vjet më herët, dhe pastaj do të kthehemi në studio për ta diskutuar kohën e para 40 vjetë. Me krenari këto nxënëse të gjimnazit këndojnë për vendindjen e tyre, ku me hapat e ngadalësuar por të sigurt I krijohet vend depozite posaçme femrës së kësaj ane. Megjithatë, roli vendimtar I pjesës dërmuese të femrës këtu ka qenë dhe është roli I saj si nën dhe anëvise. Për na që kena me të pa shkollë, detyra jënë është me mira me punu në shtëpi. Edhe me bë pastërti, me majtë shtëpinë mirë, me përgatit të shqymin, me rritë fëmijën. Edhe është diçka, edhe është detyrë e mirë. Se tonë atëherë s'kena mujtë më shkollu, atëherë zero konë më shkollu, kërkush s'kena mujtë. Sa fëmijë ke edhe a janë shkollu fëmijë tu? Për 7 I kemi, 7 fëmijë. Tonë janë shkolle, nami kena shkollu kundrej, që s'kena pose, dhe që s'im aq mirë jevis. Në cilat shkolla? Qaqë s'kan hjek bash keq. Nuk kanë hjek shumë keq, kundrej që s'kem pas rrugën e vogël. Në cilat shkolla kanë qenë e tash punojnë? Djalin e kem pas më të madhin. Aja ka krye shkollën rregullisht. Në fakultetin e ka krye tash. Edhe në detyrë hi. E qika e madhe dhe aja ka krye gjimnazin edhe kena qu ma ne s'kena pas mundësi me qu, kena qu për dar telegrafi. Edhe aja u hi tash në detyrë. Tash na më dyna me si pak me anëzar enin. Këta tjerë ndashin më shkollu, këta mujnë edhe ma kalaj. Se për na shtyhen rrugët tash ma mirë I kemi. Qiken e kemi në Shkupnja, në shkollë. Çfarë shkolle? Në shkollë baletit. Aja ka pas vetë marak në qatonë.
Nëse qartëm qifin hyq, nëse kish marak vetë. E ka Qej gati pi me qej kry? mas shumë t'i pakën televizor, kish marak në qatë shkyll. E ka gati me kry? Po si vjetë po mendojmë edhe ja pe kry qitash. Po ajo këtu s'gjon punë, vetëm i duhet me shku në Prishtinë, sigurisht e ju nuk e pengoni, jo? Ja, jo se pengojmë na, mësi kem quna të shkyll, ku dyën dhe të shka, ku gjanë punë dhe të shka. Edhe heq veç dhe të përparojnë, na heq si jemi kundra tyne dhe dhe shka. Djalja po ju ndihmon tash me rrogë, vajza. Halo që tash t'i ferë kasht, heq na se kem gojle më na animu, veç për veti dhe mës t'hjekun keq edhe mës na lype neve që ty që kem, që të rrugën tënë mës na përzihen. Se s'të kem për... Që shtë, ta... Kjetë tjetra qik tash edhe kjo është vitin e parë gjimnaz, ndash me mësue, kushtet i ka. E kjetë tjetra në shtatën, kjo s'po ka për të marak. Veç të vjeqarën dhe me kry dhe me që për rëba qipsen, në pas qef. Se dhe në ka qef. Edhe ajo është mirë, E. ka llogari. Ta na për shkujnë shkull, veç veta shumet me punë të shtëpizë dhe la. Bili hes pe kam gajli, masi për shkalluhen tonë. Unë ka dal. Të tjerët vendosen për fatin në Shefkijes. Për afërsisht e të njëjtës moshë me Shefkijen janë edhe Zarifja me Arifen, dy motra, dy mësueset e para të Serbicës, që treguan në rrugën e botkuptimeve të reja duke u shkëputur nga e kaluara erët e femrës së Drenicës. Na thuani ju lutem dhe na evokoni ca kujtime në kohën kur filluat të punoni si mësuese e parë e vendit aty ku e Serbicës. Unë mas parim duket që është e drejta që mi u falenderu babës tim, për shkak se në atë kohë ka qenë të qysh femna me marë me qunë shkollë shumë e madhe. Se nuk ka pas femna shqiptare, po thuj, në as njën krejt Kosovën, ke mujtë me numru në gishta, Andrenic, po thuj se as një nuk ka qenë. Njëndër të parat kemi qenë unë e motra edhe vllau që jemi shkollu. Mas pari thash i falenderohem babës tim. Ai ishte kryetar i Këshillit të Rrethit dhe ai u dashka që gjithnjë me qenë shembull së pari vet për me na qu neve që të tjetër shohin dhe të marrin atë rrugë të babës tim me qu qikat e tyne në shkollë. A ka qenë vështirë me qenë mësuese e parë? Pa i tash në atë kohë shumë vështirë ka qenë, pëse s'kemi pas kushte mjaft. Së dyti falenderohem edhe mësuesës time, e cila më dha vullnet për shkollë. Kush ka qenë ajo? Ajo është Meleqe Raqa, gjendet në Prishtinë, në pension. Edhe në dha vullnet mu e motrës, e cila në i dha nga 2 klasë, edhe u tërgum si nxënëse të shkëlqyshme, jo vetëm në shkollën fillore, por edhe në gjimnaz në Prishtinë, në gjimnazin real. Prej aty të mandenaj kishtë nevojë për femna shqiptare në Drenicë, me qenë se nuk mu ishin me i përfshi në shkollim, atëherë në ndërprejnë neve shkollën, mësëm maturë, me gjithë se më vjen shumë keq se kom vujt masi që e ndërprejva shkollën, u dashkën e për terene, anë e kënej, mandenaj, edhe besa nuk kishëm mjetet komunikacionit, me vështërsi shkojshëm me dhonë provime private, mirë pa vullneti edhe suksesi nuk mëngaj. Me thonë kemi arrit dhe kemi kry me kohë. Ju sot keni djalin mjek e fëmijë tjerë të gjithë të shkolluan. Si e shiqoni të tanishmen dhe të kaluaren? Pa shiqoni të kaluaren që kemi pas kushtet shumë vështira. Për mu gëzim më të madh nuk ka pas në jetë kur për së pari e kom regjistru djalin në fakultetin e mjekësisë. Po më duket që gëzim më të madh s'kom pas. Ajo është gëzimi jam i pari kur atë e kom qu në fakultet që të studiaj. Ai është kthy tash i kontribon po sikurse edhe ju vendit atje Serbicës
A jeni të gëzuar për ata, a i keni këshillu ju vetë të shkoni atje? Gjithmonë e kom këshillu që popullit Drenicës që ti del gjithmonë, domethënë kur kanë ata nevojë me shku, edhe ai më kanë dëgju, megjithse nuk ka qenë stipendist e tyne, ai prap për dëshirë temën e ka marrë dhe ka shku në Drenicë edhe punon. Tash gjindet atje të punon. Sot ka mjaft vajza që shkollohen në shkollat e mesme, të larta, fakultetet, çka mendoni ju për këtë? Unë mendoj, jam shumë e kënaqur, sidomos kur shoh se ka vajza që s'mund me numëru, gjithashtu edhe mashkujt, por edhe një më kënaq aq tepër sa që kur shoh Drenicën edhe Kosovën. Filluam nga mësueset e para pas çlirimit, të cilat dhanë kontribute pazëvendësueshme me vendimtar, e deri me sot, kur femrën në Serbice takojmë në shumë midise, edhe si punëtore, edhe si aktiviste, që të njihemi me pozitën e saj. Por së pari pak fjalë për komunën e Serbicës, njëren prej komunave më të vogla dhe ndër më të pazhvilluarat në krahin. Krahasuar me vitet e para të pas luftës, kur Serbica kishte pamjen në një fshati pak më të zgjeruar, sot dita me ditë po merr pamjen në një qyteze, ku po ngriten dhe zhvillohen objekte të rëndësishme për ekonominë e pazhvilluar të kësaj komune. Potenciali ekonomik i Serbicës bazohet në fabrikën e tjegullave dhe tullave dhe në fabrikën e municionit të gjuetis, që u lëshua në prodhim vitin e kaluar, por e cila ende nuk punon me kapacitet të plotë. Këto ditë do të lëshohet në prodhim edhe një fabrika e re e lodrave, e cila do të absorbon një numër të mirë punëtorësh, e në mesin e tyre edhe një 40 femra. Para 2 viteve kreva shkollën e mesme teknike në Mitrovicë, ku edhe para 4 muajve u inkuadrova në këtë fabrikë të municionit të gjuetisë Trepqa në Shërbisë. Kjo fabrikë përfaqëson 26 femra, ku prej tyre ka edhe gra të martume, të cilat e kanë të mundësume që të punojnë, po mendoj ndrimin e parë, femnat që jena më të reja, ato punojnë ndrimin e dytë, kështu që ato nuk punojnë në ndrimin e dytë. Kishte me qenë mirë që të kishte edhe një qerdhe, të ndërtohet edhe një qerdhe këtu, ku ato kishin me i lanë vendos fëmijët e tyre, kështu që ato të punojnë ma pa një obligim, se ato nuk mund të punojnë edhe të mendojnë për fëmijët e cilët e lanë në shtëpi vetëm, nuk mund të i ruaj askush. Për realizimin e planit, kisha me thonë se plani realizohet kështu që të gjithë të punësuarit e kësaj fabrike janë maksimalisht të angazhuar që të realizohet planin në mënyrë sa më të mirë dhe sa më kualitative.
punoj në shtëpinë e Shëndetit që 5 vite më radhë. Përpara kemi punu si motor e patronazhit në teren. Qysh atëherë kemi pas vështirësitë e mëdha sepse kemi qenë me pakicë, kemi qenë 3 apo 4 që kemi punu. Tash të punojmë, atëherë kemi pas kushte shumë të vështira, sepse udhtojshëm 2-3 orë në për fshatra. Më kujtohet mirë një rast gjatë patronazhit që ka qenë pacientja shumë në gjendje kritike, me ndihmën që ja kemi jep e kemi pru deri këtu edhe kemi qunë Mitrovit, ku me njëherë e kanë dërgu në sallën operacionit. Tash kushtet janë përmirësue, se ka ardhur edhe mjeku specialist, edhe është rrit numri i mamive. Tash unë punoj në shtëpinë e Shëndetit në Repart. Tash jenë mas të 35 punëtore që punojnë. Jam prej fshatit Citak, rrjedhi prej një familje fshatare të mesme, ku në këtë aspekt të shkollimit prindi im i dha shumë rëndësi dhe u përpjek në çdo mundësi, në çdo hap që mu të më shkolloj. Në atë fshat ka shumë pak vajza që kanë shku drejt emancipimit, me qenë se ende nuk kanë hasur në mirë kuptim. Unë jam e dyta vajzë që kam vazhdu shkollimin, e para ka qenë një normaliste, tash punon në fshat si mësuese. Kurse unë e dyta kreva shkollën e mesme gjimnazin dhe u drejtova në shkollën e lartë komerciale, ku ende s'kam diplomu, shpresoj që të diplomoj tani. Në këtë aspekt dëshiroj që në fshatin tonë të dhamë rëndësi shkollimit të femrës fshatare, me qenë se kjo nuk është në nivel të duhur. Komuna e Selvicës është ndër komunat më të pazhvilluara të Kosovës. Në komunën e Selvicës gjenden më se 42.000 banor, ku prej këtyre 42.000 banorëve, më se 50% janë të gjinjës femërore. Ne, sekretare e lidhjes së rinisë, e ndijmë veten të kënaqur që aktiviteti i rinisë po vret kudo prej qendrës komunale deri në organizata themelore të lidhjes së rinisë. Edhe me të luftën dhe me krenar po bën fakti se në çdo aktivitet është gëshetuar edhe kontributi i femrës. Në komunën tonë, në sajt e angazhimit të gjitha forcave subjektive, emancipimi i femrës sot nuk është çështje që kërkon angazhim të posaçëm, sepse numri i femrës në shkollat e mesme, të larta, fakultete është shumë i madh. Botëtimi i të vjetrave konservative, patriarkale dhe religjioze për femrës i takon të kaluarës. Me gëzon fakti se kur i shoh femrën tonë duke u angazhuar në çdo lami të jetës. Pastaj mund të thekum se dhe për 25 muaj jemi duke përgatitur gara për ditë e rinisë, ku vlen të përmendem se dhe një numër bukur i madh i femrave janë të angazhuar në këto gara. Vlen të përmendem për shembull garat e 25 muajit të gara sportive, ku kemi të formuar ekipe sportive, gjithashtu edhe në grupe forcëra artistike kemi një grup të femra fshatare, dhe më thonë se nuk ka vetëm femra të shkollume, dhe më thonë kështu të inkuadrume, por është edhe një numër bukur i madh të femrave të pashkollume. Kishëm për të potencuar se ne sekretare e lidhjes së rinisë jemi të kënaqur edhe me aksionet si lokale, gjithashtu edhe me aksionet me karakter federativ që i organizon konferenca komunale e lidhjes së rinisë. Vlen të përmendur se në vitin e kaluar ka marrë një numër bukur i madh femra në aksion me karakter federativ, Sova 77 në Zagreb. Gjithashtu edhe në këtë vit jemi duke bërë një përgatitje bukur të madhe, ka dhe me thonë se na sot nuk kemi pengesa për femra, me shku për shembull vetëm në aksione lokale që ndërmerren këtu në komunën tonë, por edhe jashtë komunës tonë, e që këtë vit do të shkojmë në Gjerdak, në qershor në fillim të muajit të ardhshëm.
është lajmëruar një numër bukur i madh afër 15 femrash, që prej 50 brigadistëve 15 femra i lajmëruar, do të bëjmë seleksionimin e tyre. Vlen të përmendëm edhe për aktivitetin e femrës se nuk është lënë pas dora aktiviteti i femrës edhe në për fshatra. Përkundër asaj që kjo anë mbetet një ndër regionet më të pazhvilluara dhe më të prapambetura tek Rahinës dhe mbar vendit, vajzat këtu shkollohen masovikisht, një numër i mirë i tyre i vjen mësimet në shkollat e mesme, të medicinës, në gjimnaz, në ekonomike dhe teknike. Gjenerata e pare e maturantëve të Serbicës doli në vitin 1971. Prej këtij viti e këtej vajzat që shkollohen nuk numrohen në gishta, shkollohen të gjitha atë që dëshirojnë. Në Serbicë gjendet edhe një konvikt ku janë të strehuara 30 vajzat e fshatrave përreth dhe të komunave tjera. Me që keni diploma, mund të në tregoni çfarë janë planet e juaja për vazhdimin e shkollimit mëtejshëm? Këtu planet e tona në vazhdimin e mëtejshme janë të mira. Prandaj këtu unë jam nxënëse e vitit 4 gjimnaz dhe mora diplomimin sot me sukses. Prandaj pas diplomimit kisha dëshiruar edhe të studioj studimin e mëtejshme, kisha dëshiruar edhe të studioj fakultetin e drejtësisë. Të në tregoni diçka më tepër për kushtet që ju ofron ky konvikt? Në konviktin tonë jemi 30 nxënëse. Në vitet e kaluara kemi qenë pothuajse afër 100 nxënësve. Tani e dinë edhe vetë se po zavancon orientimi. Kushtet tona në konvikt nuk janë të vëllëtshme. Themi se si pikë pari pastërtia nuk është në nivel të duhur. Ne si vajza mundohem me mundin tonë të majmë pastërti, mirë po nuk kemi objektin se parë është i vjetën, mandej nuk kemi banjës, si me thënë, ma thjesht, mandej për nxemje gjatë dimnit nuk kemi pas nxemje lokale, thuja se tërë dimnin kemi kalu kështu në këto kushte, në përdhoma po mendoj, mas andej për kodër kështu për ndonjë aktivitet e lirë nuk kemi lokal. Mendoj për shembull na dëshirojmë të arktohemi me muzikë të ndryshme, mirë po na nuk kemi lokale të përgatitur ndonjë koncert ose diçka tjetër. Planet e mia janë që pasi kam diplomuar në shkollën mesme ekonomike, dëshiroj që të inkuadrohem për arsye se komuna jonë ka mjaft nevojë për kuadra të shkollimit në shkollën mesme ekonomike. Dëshiroj që të inkuadrohem këto në komunën tonë. Gjatë shkollimit tim nuk kam pas pengesë për arsye se kanë qenë në veprën në përqen me mua që të me dërgoj në shkollën, i falenderoj një prindit gjatë shkollimit që është kujdes për mu dhe i falenderoj komunës që na kanë një bursa. Tërmeti që e goditi Serbicën, këtu ne konviktu vendosen edhe 4 familje, të cilat pak a shumë edhe po na pengojnë si nxënëset e rregulta që ishin këtu, ato na pengojnë për arsye se nuk mbretëron qetësia, që neve ajo na duhet gjithsesi të mësojmë. Ashtu që në sallë, po mendoj në banjo, hasim korridore, fëmija, ne piskam, kështu që na pak a shumë nuk jemi në rregull gjatë mësimit. Sepse orët e detyrueshme kemi mbas dite, mandej edhe para dite i mbajmë kështu prej orës 9 deri në ora 11, ndërsa mbas dite prej orës 3 deri në ora 5. Pra, siç po e shihni, ndërtesa është shumë e vjetër, lokali nuk mjafton, sepse na kemi menduar kështu për aktivitetet lira, kemi edhe fushë sportive që pak a shumë të argëtohemi me këtë. Mirë po, masi mungon, kushtet janë shumë të vështira. Nga kjo komunë kemi më pak femra që e kryejnë fakultetin, e vetmja është Sala Ahmeti, por edhe të tjerat që janë në shkollim me sipër premtojnë kuadrat e kualifikimeve të larta.
përket arsimimit të popullsisë në përgjithësi, e sidomos emancipimit të femrës, mund të them se mund të krenohemi pak ashtu. Tu e marrë për bazë të kaluarën, jo të largët dhe të sotmen. Si ilustrim, do të kisha marrë një shembull konkret nga jeta ime kështu personale, kur unë isha nxënëse e shkollës fillore në Rudnik dhe vijoja mësimin në klasën e 6 të fillores, ne deri atëherë ende nuk kishim pas një mësuese shqiptare. Rastisht kishte ardhur një mësuese nga Mitrovica edhe ne nga kurreshtja që ta shohim, shkuam me njëherë dhe për dritarje shikonim kështu me një kurreshtje, me një... E nga jo kohë nuk ka kaluar shumë. Unë atëherë isha nxënëse, më vonë shkova në shkollën e mesme, sot kam kryer dhe fakultetin. Kështu mund të them se sot në Drenit ka shumë femra të shkolluara, ato gjenden në të gjitha frontet e jetës, kështu i kemi ato sot edhe në fabrik, i kemi ato edhe në shërbimin shëndetësor, si motra medicinale, kemi edhe udhëheqëse në organizatat politiko-shoqërore, kemi edhe mësuese. Mirë po, do të thotë me shkollimin e mesëm kemi arritur bukur shumë. Po, sa i përket shkollimit të lartë nuk mund të lavdrohemi. Po besoj se në të ardhmen, kështu edhe ne do t'i bashkangjitemi zhvillimit të gjithë mbarshëm shoqërisë tonë, do të kemi më shumë femra në fakultet, në universitetin tonë. Besoj se më shumë drenitase në të ardhmen do të marshojnë drejt dyerve të universitetit. Me shkollimin e mesëm kështu, shkollimin e mesëm e kanë kryer mjaft femra, për të cilat kemi edhe një problem tjetër se shumë prej tyre kanë vetë të papunë, të pa u inkuadruar, kështu që ajo është një problem më vete, që kërkon një angazhim më të madh, sidomos të organizatave politiko-shoqërore dhe shoqërisë në përgjithësi, që të bëj diçka në këtë aspekt dhe t'i inkuadroj këto femra. Regionet e pazhvilluara të Krahinës dhe të mbar vendit të sa zgjedhin një problematik vendimtare, ballafaqohen me një tjetër, e cila për të zgjedhur kërkon në ndihmë dhe përkrahje nga Krahina dhe vendi, andaj kërkohet angazhim edhe më i madh për zhvillimin e këtyre regioneve. Atëherë të nderuar shikuesi, mi rikthyer kështu pasi pam pra një material arkivor të vitit 1978. Pra në vitin kur faktikisht kam lindur unë 42 vjet më herët. Dhe pam atë profesoreshën si të duk vetja fillimisht. Sepse e shikoj me mjaft nostalgji atë kohë. Me shumë nostalgji edhe u lumturova pa mas që pas kam qenë pjesë e këtij dokumentari, sepse çuditërisht e pas kam harruar se ekziston dikun. Se ekziston dikun. Dhe kjo është edhe misioni i arkivit natyrisht, të jetësojmë disa prej të materialeve që kemi. Dëshmon sa i rëndësishëm është
arkivimi i fakteve, i epokave, i momenteve. Sa vjeçari ishe aty? Unë 28 vjeqe. Aty kishe përfunduar shkollën e mesme në atë kohë? Jo, atëre kom përfunduar universitetin dhe kom qenë profesoresh në gjimnazin e Skenderajt. Në atë kohë kishe përfunduar ma heret? Po, atëherë, dhe më thonë pak ma heret, po isha profesoresh dhe jo vetëm unë, se nuk është mirë t'i personalizojmë, por si gjenerat, mendoj, shumica prej nesh kemi punuar me një idealizëm papar dhe me një frymëzim e dëshirë që të kontribojmë në emancipimin e shoqërisë në përgjithësi, po edhe në emancipimin e gruas, femrave në veçanti. Dhe ka qenë e vështirë të shkollohesh si femër në atë kohë? Në Drenicë? Në Drenicë. Në vendlindjen time jo, në Radishev. Për shembull, unë... Nuk i qenë e vetëmja? Unë kom qenë e para. E para. Mësuese dhe e para profesoresh. Por, çuditërisht, në vendet malore kom përshtypjen ato që kanë qenë më thella, nuk ka depërtuar aq shumë fanatizmi. Atë bindje kom pasur atëherë dhe sot. Dhe bashkëshatarët e mi kanë qenë shumë të gëzuar kur unë kam mbaruar shkollën normale. Madje kur e kam mbaruar universitetin kanë organizuar drek, i gjithë fshati, fest, që nuk është e rëndëmt për Kosovën. Po në atë kohë ishte... Në atë kohë edhe më e pa rëndëmt. Dhe tash kur po e shoh më vjen dhe kështu emocionet të papara. Zona, ju keni qenë autore këtij emisioni, madje edhe të pamë në disa nga intervistat që i realizoje. Fillimisht ju keni shëtitur në gjitha ndej në për Skenderaj, në për fshatrat për rreth. Jo vetëm se Skenderaj, po në këtë kohë po flas, në këtë kohë. Sa ishte e vështirë të gjeje vajza të shkolluara sikur puna e zonjës Hameti? Unë deshta vetëm me Po, plusu pak zonjën Salje, cila tha që është e Radisheves. Ne kemi realizuar edhe një emision për Shotoj Galicën, e ajo është prej Radisheves. Do me thonë, këta sigurisht kanë diçka... Një traditë emancipimit. Sa ka ishte vështirë të realizohet këtë dokumentar? Si të duk fillimisht, sepse jenë 20 vjetë që nuk e keni parë, madje në bisedë si për më thë që e ke harru fare këta. Është këthim në kohë, diçka shumë e bukur, faleminderit që më mundësu të shoh punën time pas sigurisht më shumë se 20 vjetësh. Po ka qenë vështirë në atë kohë sepse mi taku, me bisedu se asnjëra prej femnave nuk do i keme forë. Nuk e di pse, po kishin një lloj frike, kishin ndoshta edhe përgjegjësi për atë se çfarë kanë me thonë, mendojshin se duhet gjithherë me thonë diçka shumë të rëndësishme ose diçka të bukur ose diçka që mbahet mend, por unë thosha diçka gjanat më të thjeshta, diçka të punës, çkave thanë. Por sigurisht ke qenë më pranuar, edhe pse femër edhe gazetarë në atë kohë. Sa vjeçar ishin atë kohë? Po dhe unë jam me gjeneratës Salës, sigurisht, na kemi qenë fakultet bashkë dhe Sala ishte, më duket, me korrespondencë, unë isha e rregullt, kështu që 28-9 vjeç ashtu. Po ishim vetëm provime ose ndonjëherë. Këto ishin në vitet e para të punës tuaj në televizion? Jo, unë kam fillu në RTP me... Sepse mjaft e re u dukshit. 74, do me thonë diku 4-5 vite. Sepse fillimin e punës nuk e kam pas më njëherë, se ka pas të farë kriterat, më njëherë nuk mu ishe me fillu me bo emisione, po njëherë bëjshim raporte, shënime, unë kam punu në kuadrë të Bujkut, edhe kom përcjell vazhdimisht pozitën gruan e femnës në Kosovë. Kështu që s'kam pas vend, jo vetëm në atëherë i thëshin Sërbicë. Po edhe krejt fshatra tjera të Kosovës. Zonja Hameti, folëm për, ja këtu po e shohim edhe mësuesën e parë, të kujtohet, kjo ka qenë mësuesja e parë në rajon apo si ka qenë puna? Në Skënderaj. Në Skënderaj.
Sepse, do më thonë, mësueset e para në Drenic kanë ardhur në vitet 1942-43, Njerë pas luftës. ose edhe gjatë luftës. Gjatë luftës. Edhe me njerë pas luftës, kryesisht nga Peja, nga Gjakova, mandej zona e përmendi edhe Raqa. Po, ajo ka qenë e Mitrovicës. Ajo ka qenë, në të vërtet, ajo ka qenë e Elbasanit. Po, ajo. Dhe ka qenë e martuar me një atëher partizan, do me thonë, që ka ardhë, kur kanë ardhur brigadat e Shqipërisë në Kosovë, dhe është martuar me një shqiptar, Gjakovës, dhe burri i saj ka qenë zyrtar diçka në Skënderaj. Dhe ajo ka punuar mësuese aty. Edhe është shumë interesant. Unë i kam lexuar se është botuar një libër mësueset e Drenicës në sofrën kombëtare. Është viti 42-71, kështu diçka. Dhe jam mrekulluar kur i kam lexuar këtu, po ato për fat keq kanë punuar vetëm në qytet, në Skënderaj. Qartë, në fshatra. Edhe fshatrat tjera nuk kanë mundur ta imagjinojnë si duket një grua që ka një pamje ose një veshje më civilizuese. Ndërto edhe unë kam qenë që dhe më thënë, kur e kam parë mësuesen e parë në Runi, kam qenë klasën e 6 shkollës fillore, pas kam përmendur edhe atëhere. Dhe më shdukur, vërtet ajo mësuese erdhi nga Mitrovica, atëhere hynin, punonin edhe pa mbaruar krejt shkollën, me 2 vjetë shkollës normale, ose me... Dhe ajo shumë e re. Dhe ne zgjateshim në dritare ta shohim si duket. Ajo me flok kaqurela dhe mu duk si kur afërdita, zbrit doli nga romani dhe mu shndrua në një trajt reale. Si fmi. Në Skënderaj, pastaj edhe në Runik, po edhe në Skënderaj, unë dhe shumë kolegë të mi, kemi punuar me një pasion të papar. Dhe ne nuk kemi qenë vetëm mësues, ose vetëm arsimtar. Ne kemi shfaqur, për shembull, shfaqje teatrale. Unë kam qenë edhe aktore. Kemi organizuar orë letrare, ose festival të poezisë. Më thënë, të gjitha ato në kuadër të Drenicës, ku vinin edhe nga fshatra tjera në Skënderaj. Mirë po, pas kam thënë edhe atëherë, më thënë, ato kanë qenë ndoshta 10% ose 20% e femrave që kanë qenë duke u shkolluar ose duke shkuar në shkollë. Atër, Zona, ju përmendet që në këtë kohë keni bërë mjaft emisione sa i përket emancipimit të femrës, krahas qyteteve dhe vendeve tjera në Kosovë. Si ishte Skënderaj me nivelin e arsimimit të vajzës në këtë kohë? Në kohën kur po flasim pra kur është realizuar në 78-ën? Po regioni i Drenicës ka qenë regioni më i pazhvilluar në krejt Kosovë. Edhe sigurisht që ne dëshironim në një farë mënyre me shembujt pozitiv, si që ishin mësuesit e para, punëtorët e para, mjekët e para, mjekët e para, me dhanë një shembull për të gjitha ata, por me gjitha te 78-ën fillon një zhvillim, se tash mundeni me krahasu, Drenica ka qenë më e pazhvilluar, kurse Kosova ka qenë shumë fish më e pazhvilluar se sa, ndoshta 9 apo 10 fish më e pazhvilluar se sa regjione tjera të Kosovës. Ka qenë varfëri shumë e madhe, ka qenë botkuptimet dhe mentaliteti shumë me cilin o dashtë me luftu, se edhe kur i kishin kushtet, për shembull familjet me i dërgu fëmijët në shkollë, ata s'pari e dërgojshin djalin e jo vajzën. Ose të ishin ja vajza duhet të ketë fatin e mirë, të martohet me këqyr shtëpinë, fillu me bon këto ndryshime. Dhe ne sa, për shembull, gazetarët që përcjellshim ose unë në këtë rast femnën, gëzoheshim për rastet që dëgjojshim në pjesë të ndryshme të Kosovës edhe i përcjellshim me vëmendje dhe udhëzoheshim bashkë me ta.
Krahas kësaj, natyrisht, krahas këtij emancipimi, dihet fare mirë që vajzat e kishin të ndaluara të punonin në për organizata të ndryshme në atë kohë. Edhe të pash në një shkollë fillore, sikur patëm rastin fabrikën e municionit dhe fabrikën e cila po pritet të hapej në atë kohë të lodrave në Skënderaj. Dhe me hapjen e këtyre faktikisht fabrikave, sa ju mundsu vajzës në Skënderaj të inkuadroshin në punë. Dhe sepse kjo e bën një hap tej përpara drejt emancipimit dhe shkollimit më tej të vajzës. Do të them diçka për atër televizioni Prishtinës është quajtur. Televizioni ka përmbushur një mision jashtëzakonisht të rëndësishëm në promovimin e këtyre vlerave, edhe në, domethënë, duke u përpjekur që t'i vënë në pa edhe dobësit, domethënë, ose mangësit, po edhe zhvillimet. Dhe një ndër ato emisione ka qenë edhe ky i Zanës, të cilën e përgëzoj edhe sot dhe falenderoj pafundësisht. E sa i përket pyetjes që më bët, unë kam qenë aty protagoniste, kur është hap fabrike e municionit. Ka qenë një feste pa parë, dhe më thënë, ndjen e një entuziazmit pa parë. Madje mua më kujtohet, atëherë u organizua një koktej. Edhe erdhi tash emri, më kujtohet drejtori i televizionit atëherë. Në atë kohë, 78-ën? Po. Riza Olaj? Jo, nuk më kujtohet. Edhe dikush si figura politike. Dhe ne organizuam aq bukur një recital. Pastaj i zgjodha unë hartimet më të mira të nxënësve që e kishim bërë, më kujtohet tema ka qenë edhe në Drenic, po dëgjohen sirenat e fabrikave. Kjo nuk është legjendë. Më thënë, po është realitet. Mandej aq bukur i kanë bërë ato hartimet nxënësit dhe disa për i tyre i lexuan aty. Dhe në fabrik pastaj kanë filluar të punojnë shumë gra, shumë vajza, ka pasur edhe motra medicinale shumë, si që Ceku edhe Zana. Në mbani përshtypje 36 motra. Edhe interesant, Drenica nuk ka pasur zhvillim ekonomik. S'ka pasur infrastrukturë, s'ka pasur rrugë. Në gjendje mjaft të keqe ka qenë. Unë për shembull 10 hera dishev Skënderaj kom udhëtuar këmbë. Edhe tash sa kilometra janë aty? Atje na shtat 25-6 kilometra. Mbaje se do të vazhdojmë bisedën, por ta shohim se si përpara se si është sot pozita e femrës në Skënderaj, misioni arkiv natyrisht ka shkuar më tej dhe ka për të parë se si është sot kjo pozitë e femrës në Skënderaj. Dhe do të ndjekim detajet tjera nga reportazhi gazetarit Gjeladir Rexhevi dhe pastaj do të kthehemi prapë në studio. Në realitetin e lirisë së Kosovës, komuna e Skënderajt, ashtu si dhe mbar Drenica, vlerësohet të kenë shënuar një zhvillim të gjithanshëm, krahasuar me të kaluarën e karakterizuar me izolim dhe prapambetje si pasojë e politikave pushtuese. Autoritetet e pushtetit lokal në Skënderaj me theks të veçantë kanë potencuar të arriturat në fushën e arsimit mbi të gjitha shkollimin e gruas. Përderisa dikur vajzat dhe gratë me shkollim të mesëm në Skënderaj numëroheshin me gishtrinjtë të duarve, sidomos mësuesit dhe infermierët, tash problem numër 1 paraqet në këtë mjedis punësimi kuadrave me përgatitje akademike. Skënderajin me rrethin gratë sot i përfaqësojnë në parlament, ndërsa në institucionet komunale ato gjenden kudo në pozita drejtuese për krah burrave plotësisht të barabarta. Mundum nashta me bënë krahasim është i pa imagjinueshëm me para 20 viteve. Unë konsideroj se sot është plotësisht e barabartë me pozitën e burrit.
Gruaja në komunën e Skënderajt është e gjejmë në të gjitha profesionet. E kemi mjeke, kemi inxhiniere, kemi të bujqësia, kemi të ekonomia, të gjitha lamit, pa asnjë dallim. Kemi kryesuesën e kuvendit komunal, e cila është femër, jemi 3 drejtoresha, të cilat udhëheqim 3 drejtori, gjatë kësaj kohe kemi edhe 2 shefët të sektoreve që janë femra. Po ashtu edhe shumë institucione në komunën e Skënderajt udhëheqen pikërisht prej femrës, sikur në shkolla, në qerdhe, gjithashtu edhe në spitalin që këmë vënë në Skënderajt kemi sekretareshën cila është femër, po ashtu kryetari Ashari ka mundësu që femra jo vetëm tjetë numër, po të kontriboj aq sa ajo është atarësyeshme edhe lufton për drejtat e veta. Sipas statistikave zyrtare të Drejtorisë Komunale të Arsimit në Skënderaj, aktualisht funksionojnë 21 shkolla fillore në fshatra, 2 në qytet dhe 3 shkolla të mesme dhe 1 qerdhe për parashkollor. Numri i përgjithshëm i nxënësve në komunën e Skënderajt kalon shifrën mbi 10.000. Gëzon fakti se braktisje të shkollave në komunën e Skënderajt nuk ka përjashto migrimin jashtë shtetit, dukuri kjo që shënohet edhe këtu si gjithkund tjetër në Kosovë. Vajzat që përfundojnë shkollimin në Skënderaj, pjesa dërmuese vazhdojnë studimet në universitetet të ndryshme të Kosovës. Po thuj se 90% atyre që e përfundojnë shkollimin e mesëm vazhdojnë edhe në studimin e lartë. Nuk kanë ndoshta pak e ka bot vete ky migrimi që vojnë për jashtë, po më nuk është aja çështja që për ndërprejmë shkollimin për ndonjë arsye që ndoshta dikush s'po na lejon ose mjete ose diçka, po kjo botë është globale, lëvizja, migrimi, edhe aty mundesh me vret një shpërputhje prej shkollës mesme në shkollën e lartë. Si përndryshe 90% veç vazhdojnë edhe shkollimin e lartë. Krerët komunal të Skënderajt u shprehen të përkushtuar për mbështetje të vazhdueshme për shkollimin dhe arsimimin e vajzave në qytet dhe fshatra. Por tashmë natyrisht që ka ndruar gjithçka në Skënderaj, është me infrastrukturë, është më e zhvilluar natyrisht. Por ajo që ka ngecur disi duket që është pak sa zhvillimi ekonomik. Në atë kohë hapëshin fabrika. Tashmë nuk ekzistojnë ato fabrika. Janë byllur edhe ato që kanë qenë. Janë byllur edhe ato që kanë qenë. Por se një e mirë është se emancipimi i femrës është në nivel më të lartë. Natyrisht kemi mjeke, kemi profesoresha nga janë. Juriste, gjitha profilet. Gjitha profilet. Pra, sikur gjithë Kosovë natyrisht është hapë dhe nuk e kemi më këtë problem. Dhe ju e përmendet që një rol të veçantë ka luajtur televizioni Prishtinës në atë kohë. Sa shikohej programet të televizionit Prishtinës, kur kemi parasysh që këto programe natyrisht ishin shembull se si do duhej të shkolloheshin vajzat. Atëherë emisionet e televizionit Prishtinës janë shikuar, më thënë, jashtëzakonisht shumë. Edhe ka qenë televizionit vetëm. Do shta edhe arsyeja është se ka qenë vetmja dritare, e vetmja mundësi, në përmjet të cilës ne kemi par... problem të shikoni sepse televizora në këtë kohë ka pas pak. Nuk ka pasur shumë, po gjendej mundësia, blidheshin për shembull në fshatin tim me 10 venin aty te ku, nëse te disaj. Për shembull te na, kur e kemi marrë televizorin e kemi ble, çdo natë na vishin musafir, bëhej rendi aty, plot shtëpia, shikojshin. Pleq vishin kështu nga Kurreshtja me pa uqe, diçka çka është kjo kështu. Vërtet ka qenë atraksion, por edhe ka qenë diçka e mirë që ka hyrë në vazhdën e zhvillimeve të një detaj po ju jap, në Radishev rryma ka ardhur më zvoni. Sepse është zona ka qenë me mua, është zonë shumë e thellë malore, larg edhe dhe më thënë mundësia për t'i bërë... E mbarë me në cilin vit? Po qyshja. Në cilin vit ka qenë? Vitin 1969. Gëzimi papën 69. Unë atëherë e mbarova normalin. Edhe hyna mësuse në runik. Me pagën e parë, unë e kom blet televizorin. Edhe ende, dhe më thënë, si kur themi, para 3 dite erdhi energjia elektrike, mas 3 dite është unë e solla televizorin. Dhe ka qenë, dhe më thënë, një gëzimi pa parë, edhe për mua.
edhe tash krejt fqinjet, më thonë, vinin aty tek ne dhe i shikonim emisionet të gjitha. Më thonë, dhe në një mënyrë ne do të mund të thoshim se televizioni i Prishtinës atëre ka përmbushur një mision. Dhe më thonë, nuk ka qenë vetëm një profesion, një detyrë që duhet, po një mision edhe kombëtar. Dhe në përgjithësi në Kosovë, në ato vite, dhe më thonë prej viteve të themi 72-3 dhe në vitet 80, në Kosovën mund të quajmë në një fazë të një rilindjes kombëtare. Në Kosovë rilindja kombëtare është shumë e vona, sepse në vitet 50-a Kosova ka qenë terra absolut. Sa i përket arsimimit, ti edhe burra atëherë si ke pasur në krejt Kosovën me gisht a i ke numruar kush e ka mbaruar Shkodër, ose në Tiranë, në Elbasan, ose ndonjë në Itali, nuk e di kishte raste. Po të rrallë. Shumë të rralla. Edhe dhe më thonë, vitet 70-a, 80, dhe më thonë, ka qenë dhe u panë rezultatet pastaj. Pas jemi të televizionit, zonat kujtohet kjo ko të njishin pas e fillove të dalësh si gazetarë në teren? Se se thot që ne umbledhshim dhe të shikonim gjithë në emisionet. Rëndësin që ka pas televizioni, për shembull sidomos pas shkëputjes të VP-s nga televizioni i Beogradit, fillun mu kriju redaksit, unë donë redaksit dokumentare, po njëherë kanë qenë vetëm informatika dhe pastaj me radhë dhe programe tjera, të fillu prej programit dokumentar, kulturartistik, i filmit, i drames, të gjitha programet kanë qenë edhe gjithë kemi punu me një entuziazm vërtet që i thotë shumë të madhë gjithmonë në punë, gjithë të cili e ka pas atë detyrën e vetë, po vështirë ka qenë për shembull për mu, sepse thash edhe më përpara gratë nuk dëshin me më folë në emisione. Dhe më dash kemi bind me bisedu, ani hajtë thash kalzëm, thëshin, qka me folë? Thësha, po që hajtë për shembull ti që je kështu anvisit i për punë tuja, ti e mjeke për këta punëtorët, sidomos, po unë që, po punoj, e përgjigjesin, kom pas këtë problem, se përgjigjeshin me shkurt. Po, jo, edhe unë dërprejke. Po hajde tash, thësha, ma trego pak, Kjo puna e televizionet e kamerës naturisht, edhe pse ka ndodhe emancipimi dhe ditë edhe sot me kemi problem në gazetarët, të njerë të marrë në intervistat shkurta nga... Nuk e di pse, po hezitojnë. Kjo ka të bëjë edhe me traditën. Atërës ka qenë edhe ma fështirë, naturisht. Po, edhe me traditën, edhe me shkallën e emancipimit përgjithshëm. Ajo s'ka folur sepse është friksuar, mos po thot diçka të paqëlluar, diçka që s'duhet. Jo, edhe ka qenë një përgjegjësi shumë e madhe. Na kemi pas përgjegjësi të madhe se kemi qenë televizioni vetëm. E dyta, e kemi pas mision që është tha Sala, na kemi luajtur një rol të rëndësishëm. Shumë çështje zhvillimore në Kosovë që pastaj u zhvilluan me zhvillimin edhe televizionit, prandaj edhe na kanë dashur, na kanë shikuar edhe shumë, për shembull, them na thonë një rrit me ty zonë. Krahas Sana në atë kohë ke pas edhe emisione tjera sigurisht në frymën e kësaj të emancipimit të femrave, në emisioni Bujko, me sa duket ashtu të kuptova. Bujko e ka pas një, masandej Shqipja e ka pas Shqipe se ideu këtë detyrë, po unë jam përcaktuar për një emision, po pastaj edhe në programin dokumentar jam bartë për me realizu edhe me drejtu emisionet e redaksisë dokumentare aktuale. Kanë qenë emisionet për rinin, emisionet për reportazhi, për shkrimi, të vënbesin të shumë emisione tjera, ma e pastaj Enverim kujtohet, Enver Maloku ka qenë në programin e kulturës me këtë Eugen Saracinin edhe programi filmit e kështu me ratë të gjitha programet. Atër, Zonja Ahmeti edhe një fakt, këtu e pam në 78-ën, the që me sa duket ishe e vetëmja që ishte e kishe kryer përfunduar fakultetin. Kishte më pas teje këtu që të shikoni një farë si udhërëfyse, se si do duhet të ishte një femër
të pyesnin se si është ta kryesh fakultetin në atë kohë, të shkollohesh në arsimimin e lartë? Besoj se po. Ka pas. Ka pas kurreshtje nga femra. Edhe kurreshtje, edhe dashuri. Më kujtohet nxënësit e mia më adhuranin. Qartë. Ato të shkollës mesme, gjimnazit. Pastaj unë kam dhënësim edhe, ka qenë edhe shkolla e medicinës, paralele e Mitrovicës. Dhe për fat mirë, ajo ka kryer një mision shumë të rëndësishëm. Sepse nga aty kanë dalë infermiere. Sepse kanë qenë vetëm vajza. Edhe unë kam qenë kujdestare e klasës edhe në një, përveç kësaj, domethënë drejtimit gjimnazi, me të medicinës. Unë ato i kom dashur si motra, si vajza, si dhe, domethënë, ato me dashuri, me entuziazëm, që natyrisht arrin edhe ato si kom arritur unë, ose ndonjë moshatare imja. Edhe ju ndoshta rastësisht ka qenë ajo dega e mjekësisë, sepse edukimi shëndetësor edhe ka qenë shumë i ulët edhe shumë i rëndësishëm për. Atëherë, si të qoftë, natyrisht kemi shumë për të bisedu për emancipimin e vajzave në atë kohë në vitet e 70-ta, sepse ka qenë një mision për cilën janë angazhuar gjithë si televizioni Prishtinë, natyrisht edhe njerëz të cilët kanë pasur ndikim në atë kohë. Duke shpresu që unë ditë mirë në emisionin tim në arkive dhe ju ktheva pak kohë, do ta përfundojmë këto sepse kjo është edhe koha para parë për emisionin e sotme. Faleminderit shumë që ishit mysafirët e mia. Atëherë, të nderuar shikues, me këto materiale po përfundojmë emisionin e arkive për sonte. Ju mund të na ndiqni edhe përmes kanalit ton në YouTube, pra apo edhe përmes faqeve në Facebook dhe Instagram Arkivi RTK. Ju faleminderit për vëmendjen dhe miru pafshim në javën tjetër.